Bloku i ndërtesave të komunitetit egjiptian për urës së vjetër të Bunës përbën hyrje në Shkodrës turisike për drejt brigjeve të liçenit të Shkodrës për në Shirok dhe Zogaj. Pamja këtyre godinave të degraduara nuk lën vend për koment, jo vetëm për kushtet e vështira të banimit, por dhe për imazhet as pak pozitive që krijon tek vizitorët. Kjo situatë ka sjellë diskutime të shumta lidhur me domosdoshmërinë në ndryshimin në përputhje me projektin e përgjithshëm që ka nisur të zbatohet për hyrjen e Shkodrës. Qytetarët theksojnë se transformimi është i domosdoshëm dhe se bashkia duhet të gjejë mirëkuptim me komunitetin për të sistemuar në kushte përshtatshme banimi. Kjo është një problem shumë i ka hershëm, edhe është i nevojshëm shumë me bashkë, është tanë turizmet të kalojnë. Edhe gjë e mirë me sistemu këtë lagje. Kur të hapet edhe kjo e zogëve, dogana e zogëve, ka me pas trafik shumë, që ka me kënë shumë nevojshëm më ndryshu kjo pamjet paktën. I këtë zonë duhet mu pastru. Dhe pastrimi sa është, me dash me bëja 2-3 pallate të mira, e të zëtnit me mirë kuptim një zërë jashtë prej to, e me bëja dhe ndërtimet bukura qytetit Shkodrës. Kush ka pare, mi thonë, orna ndërta. Bani di shka të bukura që i bën të në bota. Zhvillimi i qytetit bëhet me njerëzit që kanë pare. Kush ka pare, biznesmenit. Ata të nërtënit bëhet di shka të bukura. E të kalli se shpirteve pas edhe një Shkodrë të bukura më bukura. Që në rasi që për në ndimojnë, për e bëhet që të vësë rasin e hymë Shkodrës. Ka me Shkodra, ka pa me Shkodra për faqet zezë, gjina. Sipas tyre, ky komunitet meriton të jetojë shumë mirë, ndërsa Shkodra meriton një hyrje turistike dinjitoze. Për këtë arsye theksojnë qytetarët duhet këmbgulur dhe bashkëpunuar nga të gjitha palët. Bashkia me strahu tjetër komunita, me hek prej këto, me strahu tjetër komunita, me jetë me strahin, me ba pallate, diçka. Kjo është, këtu s'keq, ose me ndërtoj 2 pallate të mëdha, qose ka mundësi. Po edhe këta kanë mundësi që me gjetë një gjatë bukur, me jetu normalisht, që njerëzit jam biso pa hegrësh me njëri me tjetrin që kanë përbërë ata. Megjithatë, është një gjë e madhe me dash mua, dhe në fund path. Edhe zgjia gjë kena forcë për me bëj gjë të tillë. Edhe këta zgjitni tu që kena rrapa. Edhe këta duhet me e kuptuj gjë të tillë se kështu shtetohet apo. A do në më hidhe në Europë, ne shumë stesit. U bë bashkë Europë, si duhet. Nëse kam gabim po. Së shpejti në këtë zonë pritet të nisë puna për zgjerimin e segmentit rrugor në mënyrë që t'i përshtatet standardeve të rrugës së Shirokës. Kjo do të shënojë fillimin e ndryshimit në këtë hapësirë, ndërsa për bllokun e banimit mbetet për të sqaruar mënyra se si është parashikuar në projektin final.